Viteve tjera s'ka pas diferencë kur gjo. Ma vedin, për shembull, para 2 vjete, e ke bot njëjtin fustan si për një nusë, si për një maturante. E si vjet e ku vrejt që është pak një farë diferencë, pak ma thjesht, naj... Ka po frymëzohen si vjet, me çfarë foto po të vinë kështu? Po din është ta interneti, tash a bedin përshojnë jashtë që nuk është më trend, mu vesh qka që rënë. E cila është vlera më e lartë një fustani që është shit? Për afërsisht, mos ma flisë sa. Ftyra pi tregojnë, në mesegjit ftyra pi tregojnë. Për një maturante, këtë vet. Këtë vet? Po, këtë vet. Po flasim ne për këtë vet. Këtë vet nuk besoj që ka posë mas shtrejt se 900.000 euro. 900.000 euro, vetëm një fustan? Po. Qa përthum? Jo, është interesant. Jo, të interesant, dhe. Tu ishte do që e thë, u dëgjove, besoj. Ma shtrajt se 1.000 euro, mo nuk e di, për një maturante, ose... Jo, si di, të pajdonë është vendet ekskluziv, kështu që nuk... Po, a pedin edhe të na dhe nuk është... A din na nuk kush vjen pajdonë është një standard tjetër, po besoj që nuk... Po, normal, edhe nuk... Na sush që pikthejmë se klientët në shta ma të zërshme janë maturantet, po nuk dujmë ashtu, nëse vjen me dëshirë, adin nuk kem qef as na mi këthy, po unë e treguva shmimin për këtë vetë, se vitev tjera ka posë ma të shtrejt, a përdin, po nuk më karo me posë punë për ma të shtrejt si vjetë, e vitev tjera nështë ta para 3 vjetë dhe 1.800 euro, nështë ta karo rast mu.